Edhe një arritje dhe një breng më pak për Federatën e Handbollit të Kosovës, e cila prej sot thelloi bashkëpunimin me organizatën financiare të njohur ndër ne si kreditori shpejt i veprimtarive të ndryshme, para së gjithash në bujqësi, për përmirësimin e kushteve të banimit, kredi për biznese e të tjera që quhet Kep Trust dhe e cila do ta mbështes financiarisht gjatë gjithë ciklit eliminator ekipin e Kosovës për mëshkuj në kampionatin evropian të vitit 2020. Të mbledhur në hotelin Prishtina, zyrtarët të dyja palëve të federatës, trajner dhe handbollist morën pjesë në nënshkrimin e kontratës nga kryeshefi i biznesit të Kepit Hashim Sediu dhe nga sekretari i përgjithshëm i Federatës së Handbollit Izet Gjinovci. Ky akt solemn i gëzoi të dyja palët, të cilët shprehen fjalë miradije për këtë ndihmë dhe interesim që po i bëhet handbollit të Kosovës, sidomos tani në fazën më të ndjeshme kur kërkohen rezultate dhe imazh i denj i përfasimit të vlerave sportive të Kosovës në rrafshin ndërkombëtar. Shpresoj që bashkëpunimi do të jetë korrekt nga të dy palët dhe ne do të kemi fat me logon e Kepit, duke pasur parasysh arvatit që jemi duke bërë për pasur përgatitje sa më të mira. Për ne është privilegj me qenë partner të Federatës së Handbollit, projekteve të saj serioze edhe synimeve të saj të qarta për me ngrit nivelin e handbollit në vend edhe në përvajtim sa mendim në arenë ndërkombëtare. Kështu që besojmë shumë që kemi me vazhdu bashkëpunimin edhe shpresojmë shumë që edhe handbolli ka më kthyer aty ku e ka pas vendin edhe ku gjithë dëshirojmë me qenë. Pas kësaj ceremonie u prezantua dhe fanella e kombëtares së Kosovës me logon e Kepit, të cilat do t'i bartin handbollistët më të spikatur të kombëtares së Kosovës gjatë ndeshjeve kualifikuese për Euro 2020.